Dashi, gjatë gjithë kësaj dite, pavarësisht se si do rrjedhin ngjarjet, ju nuk do ndaleni së ndjekuri atë që dëshironi dhe gjithmonë do dëgjoni zemrën më shumë se arsyen. Nëse jeni në një lidhje, mund të lindin disa konflikte të vogla, por ato do zgjidhen shpejt dhe pasditja sjell qetësi dhe bashkëpunim më të madh. Ju beqarët do përjetoni një kthes të rëndësishme në jetën sentimentale, reflektoni mirë dhe ndiqni intuitën. Në punë, ruani qetësinë dhe veproni me takt për të shmangur tensionet. Në qoftë se kishit menduar për një projekt që kërkon investim të madh, sot keni mundësinë ta nisni, por shmangni shpenzimet e panevojshme të tjera. Mbani një qasje proaktive dhe mos e lini motivimin t'ju bie gjatë ditës. Demi, Venusi, planeti me ndikimin më të madh sot, do t'ju stimulojë të bëni surpriza dhe të përballeni pa frikë me çdo sfidë. Nëse jeni në një marrëdhënie, do i përkushtoheni plotësisht atij që keni pranë, duke e vendosur partnerin në qendër të çdo veprimi. Ju beqarët që zgjidhni të dilni në mbrëmje do keni fat të jashtëzakonshëm në takime. Askush nuk do ju rezistojë. Në punë, asnjë vështirësi nuk do t'ju ndalojë të arrini objektivat, pasi optimizmi dhe vendosmëria do jenë aleatët tuaj. Edhe financat do jenë të balancuara, sepse dini t'i menaxhoni me kujdes. Merrni pak kohë për të reflektuar mbi sukseset e vogla të ditës dhe festojini ato. Binjakët, Hëna dhe Venusi do ju mbështesin gjatë gjithë ditës, duke ju bërë më të këndshëm dhe të qeldur në kontaktet me të tjerët. Nëse keni një lidhje, do përjetoni momente të thella kënaqësie. Partneri do përkujdeset jashtëzakonisht dhe marrëdhënia do forcohet. Ju beqarët, megjithëse do keni disa flirtime të lehta, për dashuri të madhe duhet të prisni ende pak kohë. Në planin profesional, puna do ecë mirë deri në mesditë, por pas drekës mund të lindë një konflikt me një koleg, shmangni polemikat e kota. Buxheti duket i favorshëm, prandaj përfitoni për të bërë investimet e nevojshme. Mos lejoni që tensionet pasditet ju dekurajojnë, mbani fokusin tek qëllimet afatgjata. Daforia. Sot do shfaqni një sens analizues të zhvilluar dhe aftësi të shkëlqyera dëgjimi, që do e bëjnë çdo ndërveprim të rrjedh natyrshëm. Nëse jeni në një lidhje, dita do jetë e mbushur me çaste fatlume dhe buzëqeshje të vazhdueshme. Partneri do kujdeset për secilin detaj. Ju beqarët do realizoni një takim interesant, por ende nuk do ndiheni gati të hidhni hapin e parë. Durimi është aleati juaj. Në sektorin profesional, ritmi mund të jetë më i ngadaltë se sa pritej. Dëgjojini këshillat e kolegëve më me përvojë. Në planin financiar, do i rregulloni me sukses çështjet e pazgjidhura dhe do vendosni stabilitet afatgjat. Shfrytëzojeni mbrëmjen për të qeldur dhe rifreskuar mendërisht. Luani. Ekziston rreziku të ndiheni të zhgënjur nga miqt, prandaj keni kujdes me besimet që u jepni të tjerëve. Nëse jeni në një marrëdhënie, do tregoheni shumë të përkujdesur ndaj partnerit, duke ruajtur një klimë të kënaqshme dhe të qëndrueshme. Ju beqarët aktualisht nuk do jeni në humorin e duhur për njohje të reja, prandaj mos e detyroni fatin. Në punë, mungesa e përqendrimit mund t'ju kushtojë një pozicion të rëndësishëm. Përqendrohuni tek detyrat thelbësore. Financat do jenë të qëndrueshme, duke ju lejuar edhe disa investime të vogla me vlerë. Mos harroni të organizoni prioritetet për t'ia dalë me sukses në çdo fushë. Virgjëresha. Temperamenti juaj do pësojë ndryshime të dukshme dhe do filloni të u kushtoni rëndësi edhe atyre çështjeve që më parë injoronin. Nëse jeni në një lidhje, do tregoheni më të kujdesshëm me fjalët dhe marrëdhënia do jetë e shkëlqyer, pa asnjë gabim të panevojshëm. Ju beqarët duhet të prisni ende pak kohë për të kërkuar dashurinë, sepse ditët në vijim do jenë më pozitive. Në punë, dëgjojini këshillat e bashkëpunëtorëve, pasi ato mund t'ju çojnë drejt projekteve më premtuese. Në planin financiar, fati është me ju, mund të shpenzoni më lirshëm dhe sërish të ruani kursimet. Mbani një qasje të balancuar mes dëshirës për ndryshim dhe nevojës për stabilitet. Dëshorja. Sot do jeni shumë të ndjeshëm ndaj atyre që të tjerët do thonë për ju, dhe në disa momente do mërziteni tej mase, prandaj kujdesuni mos i mbani brenda emocionet. Ju të dashuruarit duhet të jeni më të hapur ndaj dialogut në mënyrë që çdo gjë të shkojë më së miri. Ndonjë fjalë e ndjerë mund ta forcojë lidhjen tuaj. Mbrëmja do jetë relativisht e nxehtë dhe plot pasion. Për ju beqarët, kjo ditë nuk do jetë e lehtë për t'u kaluar. Do jeni kontradiktor me ato që thoni, herë do përqeni aventurat, herë një lidhje serioze, prandaj sqarohuni një herë me veten. Në punë keni nxjerrë mësime nga e kaluara dhe nuk do i përsëritni më ato. Me bashkëpunëtorët do keni një marrëdhënie edhe më të ngrohtë. Urani do ndikojë tek financat dhe do vendos një ekuilibër të qëndrueshëm. Akrepi.
Kreativiteti juaj do jetë shumë i zhvilluar sot fal Marsit dhe Venusit, duke i lehtësuar realizimin e ideve më të guximshme. Do mundoheni gjithmonë të bëni më të mirë në çdo fushë. Dielli do ua bëj ditën më të lehtë dhe më të bukur ju të dashuruarve. Jeta në çift do jetë edhe më harmonike dhe më e ngrohtë. Ju beqarët duhet të përgatiteni për një takim shumë të rëndësishëm. Kujdesuni pak më shumë për pamjen që ta tërhiqni edhe më tej për personin e duhur, duke ruajtur natyrshmërinë. Në punë, fati do ju buzëqesh, do e keni më të lehtë të arrini objektivat dhe do lidhni kontakte të reja që do ju ndihmojnë edhe më vonë. Xhepat do ju poshatisen pasi do shpenzoni pa limit dhe pa menduar për të nesërmen. Shigjetari, optimizmi dhe pozitivizmi do ju shoqërojë çdo moment sot, duke ju bërë magnet për simpatinë e të gjithëve. Pamundësitë nuk ju ndalen. Edhe pse planetet nuk do jenë të pozicionuar shumë mirë në qiellin tuaj të dashurisë, ju do bëni që mos të ruani një klimë të qetë dhe të ngrohtë me partnerin. Ju beqarët doni vërtet të bini në dashuri, por do keni edhe frikë nga pasojat. Gjithsesi, sot do keni takime për të cilat ia vlen të rrezikoni. Në punë do bëheni aleat me një koleg me shumë njohuri dhe do arrini më lart se sa keni menduar. Merkuri do influencojë tek financat, duke ju bërë më inteligjent dhe më të kujdesshëm me menaxhimin e tyre. Britsjapi. Sado që t'ju kritikojnë dhe t'ju vijen kundër sot, nuk të mund t'ju ndalin ambicjet, pasi vendosmëria ju bën të pakapërcyeshëm. Ju të dashuruarit do jeni shumë të përkujdesur ndaj partnerit dhe marrëdhënia në çift do përmirësohet akoma më tepër, me besim më të madh dhe intimitet të thelluar. Të shkuarën e trazuar do e lini pas krave një herë për gjithmonë, duke hapur një kapitull të ri. Ju beqarët do ndërroni më shumë se sa duhet dhe realiteti mund t'ju duket më i hidhur nga sash, prandaj qëndroni me këmbë në tokë. Në punë do jeni shumë të vetëdijshëm për çdo hap të gabuar dhe do mundoheni të rregulloni gjithçka. Asgjë nuk është e pamundur. Buxheti do ketë përmirësime të dukshme, prandaj mos u shqetësoni për asgjë. Ujori. Me Venusin pranë sot do arrini çdo gjë që dëshironi dhe do përjetoni momente shumë të këndshme me të dashurin. Nëse keni një lidhje, do jeni më sensual dhe pasionant se zakonisht, prandaj marrëdhënia juaj ka për të qenë më e thellë dhe më e mirë se kur më parë. Çdo ndjenjë do e shprehni me mënyra kreative dhe të ndryshme. Ju beqarët do merrni deklarata të forta dashurie, por duhet t'i mendoni me kujdes përpara se të përgjigjeni. Në punë, jo vetëm që nuk do keni vështirësi, por do merrni edhe përgjigje pozitive për çdo kërkesë që keni bërë. Buxheti do jetë i mbrojtur gjatë gjithë kohës, gjithë sakrificat e bëra kohët e fundit po japin rezultat. Peshqit. Edhe pse nuk pritem probleme serioze sot, ju këshillojnë të mos u besoni shumë pamjeve të para dhe të ruani gjithmonë një hije dyshimi të shëndetshëm. Jeta juaj në çift do jetë më e qetë nga sa e kishit menduar, prandaj përfitoni nga ky klim për të folur me partnerin për gjithçka që ju ka shqetësuar deri më sot. Ju beqarët nuk do stepeni as pak dhe do joshni ashtu si e keni menduar. Ka mundësi të arrini atë që doni pa shumë përpjekje. Në punë është dita e reflektimit dhe vendosjes së objektivave që dëshironi të arrini. Ndani idetë me kolegët ose me familjarët, sepse do merrni sugjerime të vlefshme. Në planin financiar, tregohuni shumë të kujdesshëm, pasi gabimi më i vogël mund t'ju çojë drejt problemeve serioze.